Gjykata kushtetuese pritet që të shqyrtojë kërkesën e qeverisë së kryeministrit Edi Rama lidhur me vendimin e gjykatës së posaçme për të pezulluar nga detyra zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Për folur mbi vendimin e pritshëm të kësaj gjykate, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Bilsen Zhlima. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, cila është procedura që do ndërmarrë gjykata kushtetuese dhe çfarë pritshmërish kanë të dyja palët nga ky vendim? Së pari, kur bëhet kërkesa me objekt të caktuar që ka dërguar kryeministri, por edhe kërkesën për pezullimin e vendimit të gjykatës së shkallës së parë për pezullimin nga detyrat e zëvendës kryeministres dhe ministres Belinda Balluku, është një procedurë e shpejtë e cila kërkon në rastin konkret që gjykatësit e gjykatës kushtetuese ta marrin sa më shpejt në shqyrtim, për shkak se ka një interes të lartë publik dhe një interes të lartë shtetëror, dhe duke qenë në këto kushte që interesi është shumë i lartë, do të thotë që e gjithë procesi do të jetë i shpejtë, por thjesht kërkon një procedurë e cila ka të bëjë me shqyrtimin në kolegj dhe në mbledhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Së pari do të shqyrtojë kolegji rastin e pranimit apo jo të çështjes për në seancë plenare. Në rast se kemi të bëjmë me një vendimarrje të tillë, atëherë në dhomën e madhe që janë mbledhja e gjyqtarëve do të shtrohet brenda 10 ditëve nga momenti kur merret një vendimarrje nga kolegji me 3 antar për kalimin e çështjes për në seancë plenare dhe do të pezullohet apo jo vendimi i gjykatës së posaçme, sepse kemi të bëjmë pikërisht me një rast ku Shqipëria dhe institucionet kushtetuese futur në një, do të thoya, në një situatë anormale ku kemi të bëjmë për herë të parë në historinë e vendit, por edhe në vendet e tjera që kanë një sistem juridik të qartë, por edhe një sistem demokratik, që një gjykat futet në kompetencat e kryeministrit dhe pezullon nga detyra zëvendës kryeministrin. Por duke qenë në këtë situatë, gjykata kushtetuese duhet të japi një rrugëzidhje sa më të shpejtë. Procedura është e shpejtë në kuptimin e afatit dhe mendoj se brenda javës së ardhshme duhet të kemi një vendimarrje nga gjykata kushtetuese. Sekreti tek kjo vendimarrje është që në rast se nuk pranohet pezullimi i vendimit të gjykatës shkallës parë edhe të vi seanca gjyqësore në gjykatën kushtetuese që të shqyrtohet themeli i saj, duhet patjetër që pala e interesuar që pa u futur në shqyrtimin e themelit të bëj kërkesë përsëri për pezullimin e vendimit të gjykatës së shkallës parë që të kërkojë që mos të zbatohet dhe të ndalojë zbatimin e tij. Pra, për javën e ardhshme do të kemi një situatë e cila do të jetë shumë, do të thoya, interesante, për shkak se kemi për herë të parë në historikun ton juridik, por edhe demokratik të vendit, që një gjykatë të pezullon një funksionar të pushtetit ekzekutiv. Avokat, çfarë ndodh nëse gjykata vendos që pezullimi i Ballukut është i ligjshëm? A do shkohet që gjykata pastaj të tentojë dhe pezullimin e kryeministrit? Pastaj mund të shkojmë edhe tek pezullimi i Zotit. Pra gjykata e posaçme mund të pezullojë Zotin, kryeministrin, mund të pezullojë presidentin, mund të pezullojë çdo individ tjetër të kësaj bote dhe do të jemi në një rrezikshmëri të lartë në aspektin juridik që një gjykatë merr atributet e një gjykate ose më mirë do të thoya të një autoriteti tjetër që nuk i takon, që është Këshilli i Ministrave dhe sigurisht është roli jon demokratik që kemi zgjedhur nga Kushtetuta 1998 që përcaktohet qartazi që Këshilli i Ministrave përbëhet nga kryeministri, zëvendës kryeministrit dhe ministrave. Ato të cilët nuk janë deputet sigurisht kanë të drejtën e tyre, jo kanë të drejtë, por kanë imunitetin e tyre kushtetues që kur nuk janë deputet dhe janë antar të Këshillit të Ministrave, automatikisht gëzojnë edhe imunitetin e deputetit. Prandaj mendoj që gjykata kushtetuese, por edhe ajo që ne duhet të mësojmë nga kultura juridike, është që duhet të ruajmë interesat e shtetit që janë balancimi i pushteteve, që të tre pushtetet që ne kemi zgjedhur që janë qeverisja e sistemit ton demokratik, që është pushteti ekzekutiv, pushteti legjislativ dhe pushteti gjyqësor, janë të tre pushtetet të cilët kanë, do thoya, hierarkinë e tyre dhe nuk mund të pezullohen
nga asnjë funksion, asnjë pushtet tjetër përveç atyre të cilët i nënshtrohen, që do të thotë, ta them për qytetarët më të thjeshtë, kur kemi të bëjmë me pezullimin e një magjistrati gjyqtar, ajo që merr vendimarrje për pezullimin e tij, kush është? Këshilli i lartë i gjyqësorit, si në rastin konkret në nenin 140 të Kushtetutës, në rast se kemi një mas sigurie ndaj personit, pra gjyqtarit. Po ashtu, në nenin 148 paragrafi fraksioni D mos gaboj, paragrafi 4, prokurori nga kush është që pezullohet kur kemi një mas sigurie ndaj tij, është pikërisht nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Pra, vet ligjvënësi, vet kushtetuta i ka dhënë atribute institucionit kushtetues, që është Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë Prokurorisë, që në rast se kemi të bëjmë nga një prokuror dhe nga një gjyqtar që ka një mas sigurie ndaj tij, përsëri pezullimi nga detyra nuk ushtrohet nga vendimarrje e gjykatës së posaçme apo një gjykate tjetër, por vetëm nga vendimarrja kolegjiale e këshillit të tyre. Pse them këtë fakt? Sepse duhet kemi parasysh që kjo është një mbrojtje që nënkupton që pushteti gjyqësor, kur ka të bëjë me gjyqtarin, që është funksionar publik shtetëror, pra në rast se do t'i referohemi kodit të procedurës penale, duhet keni parasysh që edhe gjykatësi edhe prokurori janë në shërbim publik, edhe avokati është në shërbim publik. Pra ka metoda të tjera të cilët kërkojnë përpezullimin e detyrës të një personi i cili ushtron një detyrë edhe një funksion publik. Prandaj duhet të them që prandaj kushtetuta e ka të normuar qartë, dhe pavarësisht se unë fola me ironinë time për sa i përket pjesës së pezullimit edhe të Zotit, unë do të them që kjo në rast se do të pezullohet kjo vendimarrje që është marrë nga gjykata e shkallës së parë, është një goditje e rëndë ndaj sistemit gjyqësor, është një goditje e rëndë ndaj atyre të cilët thonë shumica e lavazhierëve që janë reformuesit, pra ata të cilët kanë ardhur nga një testim, do të thonë nga një kualifikim i dur të reformës në drejtësi, që është padrejtësisë, nuk kupton që është një goditje e rëndë. Por ajo që unë mendoj që fshihet pas kësaj të vonese, do thoja, nuk është thjesht vetëm aspekti procedurial që gjykatësi një ndër gjykatëse të ikën edhe u betu një njerëz dhe erdhi në gjykatën kushtetuese, por do të thoja janë edhe faktorë të tjerë të jashtëm të cilët ndikojnë që duan të ëndrojnë që një kryeministër të iki me arsyeën e pezullimit nga detyra. Prandaj nuk thësh një lojë ose më mirë një, do të thoja, një interes i Zotit Rama, por është një lojë e pastër, juridike, politike, që e favorizon Zotin Rama, sepse në të gjitha rrethanat Zoti Rama do dalë dhe do të bëhet viktim. Pse viktim Zoti Rama? Sepse pikërisht Zoti Rama do dali kur gjykata kushtetuese do të pezullojë vendimarrjen e gjykatës së shkallës së parë, Zoti Rama del viktim. Kur në rast se gjykata kushtetuese nuk e pezullon vendimarrjen e gjykatës së shkallës së parë të GKK-s, atëherë Zoti Rama del përsëri viktim, se thot unë e mbështeta zonjën Balluku me mirëbesim, por ajo pas ka përdorur drejtimin e ministrisë dhe zëvendës kryeministrisë me keqbesim. Prandaj unë përpara dhe syve të opinionit publik, militantëve të mi, të cilët buk e krip hajnë ditë për ditë, ata mendojnë se fajin e kanë gjithë të tjerët dhe këtu korrupsioni është galopant. Prandaj unë dua t'ju them që në të dyja rastet, edhe në shumë të rastet të tjera, por nuk është momenti ti analizojmë, Zoti Rama do dali viktim, sepse pikërisht Zoti Rama din të luaj mirë rolin e viktimës, por din të luaj mirë edhe një rol tjetër, çfarë ky rol i është tepër i rrezikshëm që një vendimar një gjykate futet në atributet e Këshillit të Ministrave dhe të pushtetit ekzekutiv. Është një lojë e bukur, e mirë menduar, e rrezikshëm për një demokraci në vend, por ne do të shikojmë javën e ardhshme se si do të dali vendimari i gjykatës kushtetuese. Avokat, ka pasur lëvizje brenda Partisë Demokratike ku disa eksponentë të saj kanë pasur një takim, po themi informal, pas janë takuar në një kafe, duke aluduar se po krijohet një fraksion i kësaj partie. Mendoni që diçka po lind brenda kësaj partie? Unë nuk e besoj se po lind diçka brenda asaj partie, po unë mendoj se Partia Demokratike duhet ishte hapur në kohë në 2022-shin. Për mendimin tim, çdo iniciativë në rastin konkret, do të thoja, është pothuajse një iniciativë e cila
në një moment të dytë nuk do të shkojë aty ku duhet për shkak se zoti Berisha në mars 2026 pothuajse duhet të rikandidojë që të rimarrë përsëri drejtimin e Partisë Demokratike, ashtu siç ai e ka thënë me primare të brendshme strukturave për të rizgjedhur apo për të zgjedhur kryetarin e partisë, mënyra se si ata të cilët kanë bërë këtë lëvizje kanë vepruar nuk është brenda strukturës së partisë, sepse të jemi realist, një lëvizje duhet të ketë pikë së pari atë që ne themi gjithmonë çfarë respektimin e statutit, sepse statuti është ligji, statuti është kushtetuta e tyre dhe ata në rast se do të kishin atë që ne themi guximin që të marrin drejtimin dhe të provokojnë brenda Partisë Demokratike nisjen e procedurave jo vetëm të shkarkimit, por të zgjedhjeve të parakohshme për drejtimin e Partisë Demokratike, ata duhet ta kishin bërë me kohë. Për mendimin tim janë të vonuar, ose më mirë kanë qenë të harruar, nuk e di kush i ka mashtruar dhe çfarë nuk kishin përfituar dhe në momentin kur nuk përfituan filloi ky reagim. Për mendimin tim, kjo nisëm nuk përbën një nga nismat të cilët të jep qartësi, si do të thoja, një veprim të natyrshëm të individit i cili kërkon që të marrë përgjegjësi pa delegim, që në kupton që një person del edhe kërkon llogaridhënie përpara kryetarit të partisë, që ajo nuk kuptohet, ajo bëhet kur ka një krizë brenda partisë dhe ajo kur ka krizë partia kur ishte pas 11 majit, që nuk kupton qershor, korrik, gush, shtator, po jemi në muajin e fundit, pra do thoja pothuajse në muajin e fundit të vitit të 2025 dhe kemi të bëjmë me një nismë e cila është e vonuar. Do të thoja që në anën pozitive çdo nismë është pozitive, por nga ana objektive të saj mendoj se nuk është e studiuar mirë dhe besoj se do të mbetet një nismë në tentativë për shkak të rrethanave të ndryshme, të cilët mendoj se ata do t'i mendojnë në një moment të dytë dhe nuk do ta çojnë deri në fund misionin e tyre që kanë nisur. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.